Të nderuar zonja e zotrinj, qytetarë të këtij vendi që po na ndiqni, se çfarë buxheti po miratoni sot nuk kishit nevojë të shihni deri në fund, mjafton që dëgjuat prallat që kryeministri tha për 10 minuta dhe e kuptoni që ky është një buxhet i një cinizmi total. Por projekt buxheti dhe paketa fiskale, pra në realitet nuk janë asgjë tjetër, vetëm janë akte të rënda ekonomike në kurriz të qytetarit shqiptar. Janë akte të rënda të padrejtisë sociale. Janë akte të rrezikshme sociale të kamufluara. Ky buxhet, të dashur qytetar, nuk është vetëm për ju ky buxhet. Ky buxhet nuk prodhon mirëqenie. Ky buxhet dhe këto akte të prezantuara me nxitim nga Narkosi dhe antarët e Narkosit janë thjesht një plan financiar që ushqen pushtetin e tyre të korruptuar dhe të inkriminuar. Janë akte që shërbejnë për të përdorur shtetin si kasafor të tyre dhe taksat e shqiptarëve si pronë e tyre. Sot ne, të dashur qytetar, nuk kemi përballë një qeveri që mendon për ekonominë, për shqiptarët.